Përshëndetje të gjithëve, jam doktor Skedi Faria, themelues i K-Day Hospital. Sot duhet të ndalim në një aspekt shumë konkret të mjekësisë dhe kirurgjisë estetike, që nuk lidhet drejt për drejt me pamjen, por me mënyrën se si mendja e përjeton procesin kirurgjikal, ankthi para dhe pas ndëshhyrjes. Në praktikën klinike, ankthi kirurgjikal nuk shfaqet gjithmonë si frikë e hapur. Shpesh është i heshtur, i fshehur pas racionalitetit, informimit dhe vendosmërisë së pacientit. Personi mund të jetë i bindur për zgjedhjen e tij, të ketë kuptuar procedurën kirurgjikale dhe të ketë pritshmëri të arsyeshme, por megjithatë të përjetojë një tension të brendshëm që nuk arrin ta shpjegojë plotësisht. Kjo ndodh sepse ndërhyrja kirurgjikale, sidomos kur është estetike, prek jo vetëm trupin, por edhe ndjenjen e kontrollit. Para ndërhyrjes, ankthi shpesh lidhet me humbjen e këtij kontrolli. Pacienti ja beson trupin e tij një procesi që nuk e drejton vetë. Dhe kur besimi tek mjeku është i plot, mendja vazhdon të projektojë skenare. Si do të zgjohem, si do të dukem, si do të reagojnë të tjerët, çfarë nëse diçka nuk shkon sipas planit? Ky lloj ankthi nuk është irracional, është një reagim njerëzor ndaj pasigurisë. Në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike, ankthi para operacionit shpesh shfaqet përmes nevojës për siguri absolute. Pacienti kërkon garanci, kërkon të di çdo detaj, kërkon të parashikojë çdo mundësi. Por kirurgjia nuk funksionon mbi garanci absolute, funksionon mbi probabilitete, përvojë dhe kujdes. Kur mendja kërkon siguri të plot aty ku nuk mund të ekzistojë, ankthi rritet. Pas ndërhyrjes, dinamika e ankthit ndryshon. Tani pasiguria nuk lidhet më me atë që do të ndodhë, por me atë që po ndodh. Trupi është në proces shërimi, pamja është e përkohshme dhe ndryshon çdo ditë. Ëndja, mavijosjet, asimetritë kalimtare dhe ndjesitë e pazakonta janë pjesë normale e shërimit, por në një mendje të tensionuar, ato mund të përjetohen si shenja alarmi. Në këtë fazë, ankthi pas operacionit shpesh shoqërohet me një vëzhgim të tepruar të vetes. Pacienti analizon fytyrën ose trupin në mënyrë të vazhdueshme, kërkon ndryshime nga një ditë në tjetrën dhe jep kuptim çdo detaj të vogël. Kjo nuk është shenjë pakënaqësie estetike, por përpjekje për të rikthyer ndjesinë e kontrollit mbi situatën. Një element i veçantë në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike është fakti se ankthi mund të shtrembërojë përkohësisht perceptimin. Rezultati mund të jetë teknikisht i saktë dhe në linjë me planin kirurgjikal, por mendja nuk është ende gati të përpunojë ndryshimin. Në këtë fazë, pacienti mund të ndihet i pasigurt, i shqetësuar ose i dyzuar, edhe pse nuk ka asnjë problem objektiv. Është e rëndësishme të kuptohet se ankthi pas operacionit nuk është domosdoshmërisht shenjë se ndërhyrja ka qenë e gabuar. Shpesh është shenjë se mendja dhe trupi nuk janë ende në të njëjtën fazë. Trupi ka filluar të shërohet, ndërsa mendja është ende në gjendje pritjeje dhe tensioni. Në këtë kontekst, roli i mjekut në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike është thelbësor. Jo vetëm për të monitoruar shërimin fizik, por për të udhëhequr pacientin gjatë kësaj faze kalimtare. Shpjegimi i qartë i asaj që është normale, ritmi i shërimit dhe kozgjatja reale e rezultateve ndihmojnë në uljen e ankthit dhe në rivendosjen e besimit si proces. Ka edhe raste kur ankthi është aq i theksuar saqë kërkon një pauzë përpara ndërhyrjes. Kjo nuk do të thotë që pacienti nuk është i përshtatshëm, por që momenti nuk është ai i duhuri. Në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike, zgjedhja e kohës është po aq e rëndësishme sa zgjedhja e teknikës. Një mendje e mbingarkuar rezulton të mos e përjetojë kurrë rezultatin në mënyrë të shëndetshme. Një pikë që shpesh neglizhohet është se ankthi ushqehet edhe nga ritmi i gabuar i pritjes. Pacienti mund të presë ndryshim të menjëhershëm, ndërkohë që shërimi është proces me faza. Kur pritet përfundimi që në ditët e para, çdo ëndje dhe çdo ndryshim i përkohshëm kthehet në burrim shqetësimi. Prandaj vendosja një kalendari real të shërimit me hapa të qartë e ul ndjeshëm tensionin dhe bën periudhën pas ndërhyrjes më të menaxhueshme. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra si pacienti e kërkon sigurinë pas operacionit. Disa persona e kërkojnë sigurinë duke pyetur vazhdimisht, duke bërë fotografi pa pushim, duke krahasuar veten me të tjerët ose duke u mbështetur në mendimet e njerëzve përreth. Por kjo siguri zakonisht zgjat pak dhe pastaj rikthehet dyshimi. Një qasje më e shëndetshme është të mbahet komunikimi i rregullt dhe i strukturuar me ekipin mjekësor, duke u mbështetur te kontrolli klinik dhe jo te krahasimet e përditshme. Duhet theksuar se ankthi para dhe pas ndërhyrjes nuk menaxhohet vetëm me fjalë qetësuese, menaxhohet me plan, qartësi dhe mbështetje të vazhdueshme. Kur pacienti e di çfarë të pres, kur e kupton se cilat shenja janë normale dhe kur ndjen se ka udhëzim të saktë në çdo fazë, mendja e ul tensionin dhe jep trupit hapësirë të shërohet. Kjo është arsyeja pse kujdesi pas operacionit nuk është thjesht kontroll teknik, por është pjesë e drejtë për drejtë e përjetimit të rezultatit. Një tjetër element shumë praktik është se ankthi rritet kur pacienti e kalon periudhën e shërimit i izoluar.
kur mungon rutina, kur dita mbushet vetëm me vëzhgim dhe pritje, mendja e zmadhon çdo ndjesi dhe çdo detaj. Prandaj, brenda kufive të udhëzimeve mjekësore, është e dobishme që pacienti të ketë një ritëm të thjeshtë ditor, pushim i mjaftueshëm, ushqyerje e rregullt, lëvizje e lehtë kur lejohet dhe aktivitet i moderuar që e shpërqendron mendjen nga kontrolli i vazhdueshëm i pamjes. Kjo e ul tensionin dhe e bën shërimin më të qetë. Në përfundim, ankthi parë dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale është një pjesë reale e procesit estetik që meriton të njihet dhe të trajtohet me seriozitet. Në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike, suksesi nuk përcaktohet vetëm nga rezultati që shihet, por edhe nga mënyra se si pacienti e përjeton ndryshimin. Kur mendja udhëhiqet, informohet dhe mbështetet, ndërhyrja ka më shumë gjasa të sjellë jo vetëm përmirësim fizik, por edhe qetësi të brendshme dhe mirëqenie afatgjatë. Faleminderit për dëgjimin.